Pitajkat e Ramazanit tashmë ka një traditë të veçantë në Prizren. Kjo për shkak të traditës që kanë krijuar tashmë ndër shekuj banorët e këtushëm. Kjo ka bërë që për iftare të vinë në Prizren dhe jashtë Kosove. Tani kur tradita e iftareve të Prizrenit është të bërë karakteristike të gjitha trojeve shqiptare. Ajo që veçon këtë traditë janë pikërisht pitajkat e Ramazanit, një nga specialitetet që gatuhet vetëm në Prizren. Nga se këtu tashmë iftari dhe muaji i Ramazanit ka krijuar një traditë shumë interesante. Shumica prizrenasve të thuar se në iftare gatuan pitajka të njohura, thonë se çdo ditë përgatisin pitajka dhe ato tashmë janë tradite familjeve të tyre, sidomos për Ramazan. Iftaret e njohura të Prizrenit janë të ndëgjuara. Ajo që vlen të veçohet është disponimi atyre agjeruesve dhe pastaj dalja në qytet deri në orët e vona për të shijuar ëmbëlsinë e këtij muaji të shenjtë të Ramazanit. Liri, me ju në çdo iftar.